Episodi I radhës In The Flow Talks na solli në Lushnjë, një qytet I vogël, por shumë simpatik me një popullsi vitale, e cila e bën qytetin shumë të bukur. Në vetvete Lushnja është një qytet që nuk mund të anashkalohet lehtë për nga vëmendja ose për nga aspekti urbanistik. Është një qytet me hapësira të bollshme të gjelbëruara, ka arkitekturë urbane të këndshme, pra nuk është një qytet që vuan nga ndërtimet e shumta për ta bërë kaotik, përkundrazi, është një qytet I qetë I vogël në zemër të myzeqes, që ne mendojmë se gjithashtu është, le të themi, jashtë trajektores së lëvizjeve të mëdha turistike. Gjithashtu në mënyrë të padrejtë mendojmë që Lushnja e gëzon këtë status për momentin, edhe pse sigurisht sikudo në Shqipëri edhe në Lushnjë ka filluar të lëviz diçka për sa I përket vizitave turistike në qytet, por ende bulevardet e bukura të qytetit, sheshet që ka në qendër, rrugët e pastra, të dekoruara me pemë dhe parqet e saj, le të themi që nuk janë ende të mbushura me grupe turistësh siç do donim ne që t'i shikonim qytetet e vogla të Shqipërisë. Prandaj, për të bërë le të themi, një rezume turistike se çfarë do kishte interesante Lushnja për t'i sjellë turistët në qytet, jo vetëm për një vizitë ditore, por edhe për të qëndruar këtu, ne do të zhvillojmë disa biseda dhe do të ndalojmë në disa stacione, të cilat jam e bindur që në fund të këtij episodi do t'ju zgjojnë kureshtjen për të ardhur dhe për ta vizituar Lushnjën, jo më si një ndalesë që ju çon në jug, por si një qytet të mirëfill turistik që ka se ç'ju tregoj, edhe nga ana kulturore, edhe nga ana e trashëgimisë, por edhe nga ana turistike. E ku mund ta zhvillonim tjetër një bisedë për Lushnjën, nëse jo në vendin më ikonik të saj, pikërisht në oborrin e shtëpisë Kongresit, dhe unë jam këtu me një njohës shumë të mirë të historisë dhe trashëgimisë së qytetit. Ai është një doktor shkencash I shkencave historike, është përgjegjësi I 2 muzeve të qytetit. I urojmë në fakt mirëseardhjen dhe mirësegjetjen në shtëpinë e tij zotit Niko Ferro. Faleminderit. Faleminderit, unë gjithashtu dua t'ju falenderoj që zgjodhët qytetin e Lushnjës dhe këtë ndalesë kaq të bukur në shtëpinë muze. Faleminderit që na e pranuat edhe ftesën edhe propozimin për të biseduar bashk për këtë qytet simpatik, e kam cilësuar, sepse Lushnja ndoshta nuk hyn në trajektoren kryesore të turizmit, nuk hyn ende në programet e guidave ose të udhërrëfyesve si një vend që duhet vizituar me patjetër, siç janë shumë qytetet të tjera të Shqipërisë turistike, por ne mendojmë se Lushnja ka potencial të mjaftueshëm për ta kthyer në një qytet turistik ku të gëlojnë zhurmat e grupeve të turistëve që përshkojnë këtë bulevard të bukur që nga monumenti Shqiponja përgjatë gjithë bulevardit deri në shtëpinë e Kongresit apo në muzeun që e kemi ngjitur. Sikur vetëm në këtë trajektore të shkurtër të vinë vizitor, turist, grupe shqiptarësh të Kosovës, pse jo, sepse tipologjia e muzeut ku jemi duke bërë bisedën është unike, që do të thotë, ky është vendi ku është themeluar shteti shqiptar dhe ashtu siç shkojnë në Kruj për të vizituar vendin ku, le të themi, prehet kujtimi apo mbetet I gjallë kujtimi I heroit ton kombëtar Skënderbeut, ashtu mund të vinë edhe në Lushnjë për të vizituar këtë shtëpi ku është themeluar shteti I parë shqiptar. A nuk është kështu? A nuk do duhet të ishte kështu? Kështu është, nuk keq asnjë fjalë më tepër nga shtat. Siç e përmendët dhe ju pak më herët, Lushnja sapo ka filluar, domethënë, ka disa vite që jemi në atë rrugën e mbar, ku kemi tërhequr vëmendjen e vizitorëve. Të dyja muzeet janë të restauruar, të rregulluar, kanë çfarë t'i ofrojnë vizitorëve, po më së shumti pika turistike që vlerësohet më së shumti që shikohet, që është jashtë qytetit Lushnjë, është manastiri I Ardenicës. Ai është ndër të parët,
ku deri më tani jemi diku tek 40.000 vizitor, por gjithashtu Bashkia e Lushnjës ka ngritur enkas edhe një sit interneti që është Lushnja Explorer, ku gjenden informacione për 9 monumente kulturore të Bashkisë Lushnjës dhe monumente të tjera natyrore, siç janë ujmbledhsat, do të veçoja. Le të ndalojmë këtu me qenë se më përmende numrin 9. Pra kemi 9 monumente kulturore të Bashkisë Lushnjë, të cilat vlen të vizitohen dhe unë do doja në mënyrë telegrafike që të mirështonit, që të kemi mundësi edhe t'i evidentojmë pastaj më pas. Janë 9 arsye për cilat duhet vi turisti në Lushnjë. Patjetër, kemi manastirin e Ardenicës, që është kryesori. Është kisha e Kadipashe që po rrugullohet, kisha e Toshkëzit, kisha e Bishethmit, kisha e Krutës së Sipërme, shtëpia muze, muzeu tjetër kemi gjithashtu, kemi temën e periudhës romake që është zbuluar në vitet 2000. Ku ndodhen? Ndodhet në fshatin Zjan, është një monument shumë i veçantë, është një ndër më të vjetrit në territorin e Bashkisë Lushnjës. Kemi 2 ura të veçanta mesjetare, është ura e Kasharet që daton në shekullin e 12-13 dhe ura e Lunjës në fshatin Karbunar, tashmë është lagje e qytetit. Dhe këto janë monumente të cilat vlen për të vizituar, pasi ato janë shumë të rëndësishme edhe për t'i treguar historinë e këtij qyteti. Ky qytet që dëshminë ose fillesat kryesore i ka në Kodrën e Sipërme, mbrapa nesh, dhe datohet qysh në vitin 1431, ku përmendet për herë të parë në burimet osmane me 15 shtëpi dhe rreth 100 banorë. Pra duke kaluar në për shekuj me radhë, Lushnja arriti të zgjeroje dhe themi në fund të shekullit të 19 pati atë ngritjen kryesore kur u vendos dhe në prefektura, e cila në atë kohë ishte në Karbonar, po pastaj u spostuar në qytetin e Lushnjës. Fiks në këtë periudhë kemi dhe një zhvillimin gradual të qytetit. Mua më bëri përshtypje, pra flasim për këtë zonë këtu. Unë kam prirjen t'i mendoj gjërat në rrafshin praktik, sigurisht të vlerave historike të padiskutueshme të çdo qyteti të Shqipërisë, por e mendoj gjithmonë, pra e vendos në një platformë me mendjen time dhe them, turisti vjen, autobusi zbret, diku këtu pranë sheshit të vogël Shqiponia, dhe grumbulli, pra grupi i turistëve 10, 15, 20, një autobus, 50, vinë për shkojnë këtë bulevardin e bukur dhe futen, vizitojnë shtëpinë e Kongresit, muzeun, madje në qoftë se duan mund të qëndrojnë, është bërë një hotel i ri shumë i bukur, pikërisht ngjitur. Këto banesa këtu janë restauruar, por nëse duam t'i bëjmë edhe më turistike, mund t'i japim frymë ose bashkia për shembull mund t'i nxjisë që të hapen 2-3 dyqane suveniresh. Pra mund t'jetë kjo rruga ose qendra turistike e pra çdo qytet ka qendrën e vet turistike. Kjo këtu mund të ishte qendra turistike, edhe pse kemi monumentin e sheshit Grurit, kemi shtatorën e Vaçezelës, kemi një park shumë interesant, sepse në fakt Lushnja, edhe pse është një qytet i vogël, ka mjaftueshëm gjelbrim brenda në qytet sa t'i krijoj turistëve në një të nesërme, jo të largët, mundësinë se çfarë të bëjnë në mbrëmje. Pra mund të shëtisin shumë bukur në këtë qytet të këndshëm, sepse ke se çfarë të shohësh edhe, le të themi, si dekor urban. Pra Lushnja, çuditërisht dhe në raport me qytetet të tjera që nuk e kanë këtë dekor urban, Lushnja e ka. Duke e ndarë tipologjinë e vizitorëve që kemi, turistë të huaj apo vendas, më së shumti janë turistë që vinë nëpërmjet dental turizëm. Ata janë të përditshëm, janë miqtë tanë që gjithmonë vizitojnë shtëpinë muze dhe muzeun që kemi, muzeun historik, arkeologjik dhe etnografik që përmblidhen dhe shumë foto të bukura që japin vërtet një vlerë të veçantë. Këta turistë ka pasur grupe që janë të interesuar edhe në periudhën komuniste, pra duan të dinë si ka qenë. Edhe më së shumti na kanë kërkuar të vizitojnë edhe kinoteatrin Vaçezela, pra ishin shumë të interesuar se si ka qenë perceptimi i muzikës apo i ndërtimeve të asaj kohe. Gjithashtu kanë dhe monumentin Toka Jon, që është pothuajse ngjitur me bashki. Shumë interesant, po.
Është një monument që është i veçantë, tashmë është pjesë e qytetit, ai simbolizon ndarjen e tapive, që është reforma agrare. Gjithashtu, përveç atyre, mund t'i tregojmë vizitorëve ato monumente që kemi këtu pranë shtëpisë muze, siç është Shqiponja. Gjithashtu është dhe vepra e skulptorit Maksim Bushi, që unë e quaj një vepër të rrallë, që është bullica në momentin e përlymjes. Sot pata dhe enkas 2 vizitorë që ishin të interesuar në artet figurative që po mblidhin në të gjithë monumentet për të krijuar një libër të tyre personal. Ishin ardhur nga Hollanda, enkas për të zbuluar këto monumente në të gjitha qytetet, pra jo vetëm qytetin e Lushnjës. Gjithashtu janë dhe, siç e tha dhe ju, që është kjo rruga kryesore. Kjo rruga quhet Abbas Bey Lushnja. E kemi lidhur me figurën edhe udhëheqësit të beslidhjes së 9 krajinave i 1835-s, pra edhe jo ka një historik. Gjithashtu, veç shtëpia muze, përveç fakti që këtu është mbledhur Kongresi Kombëtar i Lushnjës, veç si shtëpi muze, ruan disa gjëra të veçanta, është e vetmja në llojin e saj në qytetin e Lushnjës, është e tipit beratase. Kjo shtëpi është ndërtuar në vitin 1861 dhe ka pësuar disa ndryshime. Kujt i përkiste? Pra kujt i përket shtëpia? Cilës familje? Ka qenë e familjes Fuga. Është një shtëpi shumë e veçantë, ka pësuar ndryshime, ka pas dhe një ndërtesë tjetër më mbrapa, ajo nuk ruhet më, por ruhet kjo pjesa që kemi sot. Dera kryesore nuk ka qenë kjo që shikojmë sot mbrapa nesh, por është dera tjetër nga krahu i majt, sepse aty ka qenë dhe rruga kryesore që dilte për te xhamia e qytetit. Jo xhamia e madhe që mos ngatrojmë, por xhamia e vogël që ka qenë aty pranë xhamisë kur sot xhamia e madhe. Tani, unë e di që nuk ju takojnë juve këto pyetje, do duhet ja kishim drejtuar, le të themi, autoriteteve lokale, titullarit, kryesor pra kryetares tuaj të bashkisë, e cila në fakt ka treguar një qasje edhe aktive, pse jo, ndaj qytetit ose zhvillimit të turizmit, ka qenë e gatshme që të bashkëpunoj me individë të ndryshme. Kam parasysh këtu kur ne si kompani Altus kemi qenë bashkëorganizator të spektaklit të Miss Lushnjës dhe qyteti mori jetë për atë ditë, që do të thotë eventet të tilla mund ta zhvillojnë turizmin dhe dua të përmend tu pra që qasja e saj ka qenë bashkëpunuese. Ka projekte në të ardhmen që për shembull një magnet tjetër që mund të thith turist të llojeve të ndryshme në qytet mund të ishte për shembull kthimi i shtëpive të personaliteteve në muze, sepse Lushnja ka nxjerrë shumë artistë këngëtar, kemi parasysh këtu të madhen Vaçezela që është, domethënë, origjina e saj është Lushnja, pra ajo ka praktikisht edhe shtëpinë e saj të vjetër në qytet, por nuk është vetëm Vaçezela, është Margarita Xhepa, është Vath Koreshi, Pavlin Amani, pra ka emra shumë të mëdhenj të artit dhe kulturës shqiptare që mund të ktheheshin në muze, siç është kthyer shtëpia Kadare për shembull, edhe sot është një muze që vizitohet edhe në Tiranë edhe në Gjirokastër. A ka plane të tilla sa do të largta për Lushnjën apo jo? Në dijenin time, kryetari i bashkisë ka bërë një punë shumë të madhe në çështjen e turizmit. Kemi marrë pjesë në të gjitha panajiret që janë bërë për promovimin e turizmit, që janë bërë në Tiranë apo edhe jashtë Tiranës. Gjithashtu është ngritur kjo faqe elektronike. Së fundmi jemi duke ndërtuar qendrën e pritjes së vizitorëve. Kjo do të na ndihmonte më shumë për të lidhur me të tjera kompani private, shtetërore, apo dhe ato që sjellin turistë. Ku do të ndërtohet qendra e pritjes së vizitorëve? Synimi është që të ndërtohet pranë muzeut, pranë muzeut, e cila do të ofrojë shumë informacion. Le të themi që do bëj menaxhimin e destinacionit me qëllim që të ofrojë gjithë këtë që ofron. Turistët përveç se vizitës që mund të bëjnë në muze, kërkojnë edhe shërbime, pra duan të dinë ku ndodhet stacioni autobusave, kush janë taksit, cilat janë numrat, raste emergjence, raste humbje të tërë, pra i duan, i kërkon, siç i kërkon dhe koha sot, pra të gjitha këto, por me ngritjen e qendrës së pritjes së vizitorëve, kjo do ta lesonte edhe akoma më shumë turizmin, sepse do të na sillte një
një mekanizëm të ri, pra do të lidheshi me të gjithë eksponentët që sillin turistë në Shqipëri dhe ne do t'u ofrojmë lehtësira. Gjithashtu do të ngrihesh edhe një numër jeshil ku do të ishte falas për çdo turist. Gjithashtu Bashkia ka bërë edhe një hartë e cila shkarkohet lehtësisht në telefon. Hartë digjitale. Hartë digjitale që të atraksioneve të atraksione, ajo harta është në italisht, në anglisht dhe vjen me informacione të detajuar jo vetëm për monumentet kulturore, por edhe për monumentet natyrore, për pistat ciklistike, por edhe udhëtimet e ecje të gjata në natyrë, siç ofrojnë kodrat e Fjesheganit apo Kosovës së Vogël. Pa harruar edhe kodrat për rreth manastirit Ardenicës. Pra të gjitha këto janë të përmbledhura me një mekanizëm që mendojmë që do të çojë në fuqizimin e turizmit. Pra nuk po diskutojmë vetëm kur do të vi vizitori, tani vizitori po vjen, por ne duhet të përpiqemi që ai vizitor të ngelet i kënaqur, të ketë informacion ku janë pikat më të afërta për agroturizëm, po jo vetëm agroturizëm, shtuar dhe informacion për vendet ku shijohet vera, për të pirë një gotë verë, për ta me miqë se si mund të vinë. Ne kemi këtu afër Lushnjës, numërojnë 5 të tilla, dhe ato janë shumë të rëndësishme. Gjithashtu ofrohet edhe mund të jetë dhe një turizëm eksplorues për pijet e zonës të Lushnjës. Për shembull pekmesi është shumë i kërkuar. Dhe ai mund të vazhdon e prodhon akoma Lushnja pekmezin? Po. Mushtin pra, mushtin ose pekmezin? Mund të bëhet nga meni, mund të bëhet dhe me fruta të tjera, pra edhe është i kërkuar. Gjithashtu është tav biv me oris. Do doja të ndaleshim pak minuta tek të dy muzet, sepse supozohet që edhe pse ne përmendëm dhe listuam plot arsye për t'i sjellë turistët në Lushnjë, ndalesat e tyre kryesore pra duhet jenë dy muzet, që do të thotë Muzeu Shtëpia e Kongresit edhe Muzeu i Qytetit, që ka një gamë të pasur për të quajtur muze lokal, gjithashtu pra ka sektorin e arkeologjisë, sektorin e etnografisë, sektorin e historisë me foto të vjetra të qytetit, të cilat do duhet të ishin një arsye se pse duhet vizituar qyteti. Na përshkruaj shkurtimisht përmbajtjen e muzeut të qytetit dhe përmbajtjen e muzeut Shtëpia e Kongresit. Po, le t'i themi turistëve në pak minuta se çfarë kanë këta dy muze që është interesante për të vizituar. Në shtëpinë muze janë vendosur eksponant që rrëfejnë ngjarjet e janarit 1920. Aty janë vendosur portrete, dokumenta, disa dëshmi origjinale, vula, stilografi që edhe këto janë origjinale. Pra këto janë për ata që kanë qef historinë, ato janë shumë të rëndësishme si element. Gjithashtu vetë shtëpia muze për ata që studiojnë urbanistikën, kjo është një ndër të rrallat e tipit beratës që ruhet në qytetin e Lushnjës. Deri në fund të shekullit 19 kanë qenë 13, jo në të njëjtën ndërtesë, por kanë qenë nga një kaçe, sot nuk ruhen më. Dhe është një fat që sot e kemi një të tillë. Ndërsa në lidhje me muzeun historik që kemi në qytetin e Lushnjës, ai ruan objekte arkeologjike nga më të vjetrit që dëshmojnë që nga periudha po e marr e bronzit që janë gjethet më të vjetra, duke filluar pasaj me periudhën e hekurit, periudha qytetari i lire, tu kemi më së shumti objekte që janë zbuluar në këtë zonë, pra fjalën Lushnjës, por edhe një pjesë në territorin e Divjakës. Sot është bashkim me vete, por ai kur u ngrit si muze ishte si muze i rrethit. Sigurisht, pra Lushnja ka qenë rreth dikur dhe ka përfshirë brenda Divjakën. Pastaj kemi gjetjet të periudhës romake, të antikitetit vonë, pastaj edhe dëshmi të mesjetës. Gjithashtu është një pavion i veçantë kushtuar arsimit në zonën e Lushnjës dhe patjetër që është dhe etnografia, që edhe ajo zë një vend shumë të rëndësishëm në muzeun e qytetit, por për t'ia treguar edhe fëmijëve, domethënë se si jetohesh ose si kanë qenë veshur të parët tanë. Pra në pavionet e muzeut, po thua, në të dy muzet, ka eksponate ose objekte origjinale që ja vlen të vizitohen dhe të shikohen nga afër nga vizitorët.
Gjithashtu kemi dhe një pikturë të veçantë, do ta titulloja. Është piktura e kryeministrit Edi Rama. E pse është e veçantë kjo? Është e veçantë sepse është ndër të parat që ka hyrë në Lushnjë, pra jemi në vitet 1987 dhe është me frymë moderniste. Është kritikuar shumë. Është pikturë e piktorit Edi Rama, po thua. E piktorit Edi Rama. Okej, se mendova se është një pikturë, një portret i kryeministrit edhe po vrisja mendjen çka ka të veçantë kjo, domethënë që piktura është shumë e veçantë, do ta shikosh dhe vetë. Piktura është e autorit Edi Rama. E autorit, bashkë me tani po që mund të kthehet në atraksion turistik, sepse mund të ketë turistë të huaj që duan të dinë për shembull që kemi këta. I kemi, vinë enkas që kanë interes për të ditur pikturën e kryeministrit aktual të Shqipërisë. Për ne është një pikturë shumë e rëndësishme, është një pikturë goxha e gjatë, është një ndër më të mëdha. Ajo është pikturuar nga vetë Edi Rama në kohët, bashkë me Vladimir Murtezani. Në kohën kur ishte piktor. Kur ishte piktor, sot është kryeministër, por edhe i vetë ka ardhur e ka vizituar disa herë, le të themi, e ka parë, dhe edhe për ne ajo është një atraksion për të gjithë dhe ata që duan ta vizitojnë, sepse është një diçka e veçantë për ta lidhur jo me faktin se ai është kryeministër, për hir të vërtetës, por është dhe një pikturë shumë e veçantë, domethënë nga ana artistike. E kuptova. Duhet ta themi, është një pikturë moderniste. Pra jemi në 87-ën dhe ajo pikturë është kritikuar jashtëmase. Që ka edhe një pikturë me histori nga mbrapa. Me histori nga mbrapa. Pra unë e lidh me aspektin parë në këndvështrimin si pjesë muzeale. Po, shumë interesante. Tani, pyetja që do doja unë, le të themi, të përmbyllnim argumentet e dy muzeve është pse sipas jush nuk ka kaq shumë vizitor, edhe pse ky është një muze me histori unike. Jemi duke folur për vendin ku themelua shteti shqiptar. Drejt që e mori duhet kishte një arsye të fortë për të sjellë turistët, qoftë edhe turistët e Kosovës që nisen shpeshherë nga motive patriotike për të vizituar Krujën. Pse të mos vinë edhe këtu në Lushnjë ta vizitojnë, ose pse guidat udhërrëfyesit nuk i sjellin grupet e turistëve këtu? Çfarë i pengon? Nuk besoj se i pengon ndonjë gjë, është thjesht çështje kohe ose ndoshta është ajo trajektoria që duan gjëra më të veçanta, për shembull duan Durrësin, Beratin, Apollonin, pra përqendrohen në këtë. Mos ndoshta mekanizmi i duhur që duhet ndjekur në këtë rast është që ky muze nuk u shpall muze kombëtar, për shembull, që të hynte nëpër programe? Jo vetëm shtëpia muze, por unë mendoj që ka ardhur koha që të gjithë muzet që ndodhen në Shqipëri, e kanë fjalën për ato që nuk e kanë marrë status si muze kombëtar, shteti duhet i shpalli muze kombëtar, që të gjithë. Që të hynë në programet e guidave. Që të hynë në programet dhe vetëm kështu ne mund të ndihmojmë të gjithë këto që t'i çojmë turistë atje, t'i zhvillojmë, po t'i tregojmë dhe pasurinë. Është shumë e vërtetë, sepse në fakt unë kam parë në plot muze lokal. E ka bërë kërkesën për t'u shpallur muze kombëtar, nuk kemi marrë ende përgjigje. E qartë. Besoj do ishte mirë. Të paktën si lushnjar festë kombëtare nuk na e bën. Po muze kombëtar duhet ishte bërë, se i plotson kushtet. Ju mendoni përderisa 14 marsin Elbasan u bë festë kombëtare, pse të mos bëhet edhe 20 janari festë kombëtare? 21-shin kishim vënë. 21-shin kishim vënë si synim, ka patur dhe një peticion, duhet ishte festë kombëtare. Për hir të së vërtetës, ajo është një festë që na bashkon të gjithë. Sigurisht. Dhe unë shpresoj që në të ardhmen nuk i dihet, ndoshta edhe mund të bëhet festë kombëtare, por që duhet ishte një muze kombëtar i mirëfillt. Okej, atëherë ne po përfitojmë nga rasti që në këtë program për turizmin, sepse ky është qëllimi i episodeve që kemi nisur in the flow, që qytete të vogla që nuk janë në trajektoren e vizitave të shkallëve të larta, të numrave të lartë të vizitorëve, të futen në këtë trajektore dhe të frekuentohen si një ndihmë për ekonominë e qytetit, kështu që do donim e dashur Ministri e Turizmit dhe e Kulturës, meqense tani jeni bërë të dyja bashk, pra Ministria e Turizmit dhe e Kulturës, që Muzeu Shtëpia e Kongresit në Lushnjë të shpallej muze kombëtar dhe kështu të kishte mundësinë të futej në programin e guidave kombëtare që të vinin ta vizitonin gjatë gjithë ditëve të vitit, sepse është një muze unik që ka këtë histori që ka dhe është vendi ku është themeluar shteti shqiptar. Do i lëvizim pak ujërat, si mendon? Kërkesa është bërë dhe me shkrim,
që kështu po ja rifreskojmë. I bashkohemi kërkesës së Bashkisë së Lushnjës dhe kryetarës bashkisë tuaj. Po, shpresojmë. Tani, po flisnim pak për gastronominë, dhe unë përpara se të flasim për 2-3, le të themi, element kryesor të gastronomisë së Myzeqes, përfaqësuar në këtë rast nga Lushnja, do doja unë të bëja një parantezë, sepse paradoksalisht me logjikën, ndodh që për shembull, siç ka ndodhur në Tiranë që shumica dërmuese e turistëve shkojnë tek pazari i ri për të ngrënë qofte, edhe pse kuzhina e Shqipërisë mesme përfaqësohet nga pjata të tjera shumë më të ndërlikuara, të sofistikuara ose dinjitoze, edhe në Lushnjë ka ndodhur e njëjta gjë, sepse ata turistë që vinë në Lushnjë ose edhe thjesht vizitor, vinë në Lushnjë për të ngrënë byrek të metçela. Tani, byreku me dhall të metçela, a është përfaqësues i kuzhinës së Lushnjës, apo është ajo, le të themi, kuzhina e shpejtë, që në rastin e fast foodit, por duhet falenderuar sepse ata na sillin turistë. Patjetër që po, domethënë është një motor, është një mekanizëm tani që bile më shumë turistë vinë prej byreqve të metçelës në Lushnjë se sa vinë për të vizituar shtëpinë e Kongresit. A kemi mundësi t'i themi atyre pra të bëjmë një mini qendër të vizitorëve, të pritjes së vizitorëve, ta bëjmë brenda te oborri i metçelës, e vilës metçela, që t'i sjellin te shtëpia e Kongresit. Nuk duhet të ngelemi vetëm te byrekët, për hir të vërtetës nuk kam gjëja shumë të shijshëm byrekët e metçelës. Absolutisht po. Do shkojmë t'i shijojmë dhe ne pas bisedës që po bëjmë bashkë. Por mendoj që duhet të zgjeruar dhe gama. Ne kemi edhe pjata tradicionale. Mund të gjesh edhe tav bibe me oriz. Bib me oriz. Shumë jo me oriz, ju lutem. Jo me oriz, me oriz. Me s. Pra bib me oriz, se kështu thuhet në Lushnjë. Po. Dhe është një e veçantë. Gjithashtu, për ata që kanë dëshirë, mund t'i kërkojnë enkas, domethënë, edhe salcën e kosit. E bëjmë disi ndryshe. Mos u fute salca e kosit, se është e jona, është e Shqipërisë mesme. Dakor. Kavaj, po çdo zonë ka ato të vetën, domethënë. Sigurisht. Ka ato të vetën, pra këto janë ato të veçanta. Po unë po pres ta mbarosh listën, sepse jam i bindur që do ta harrosh atë pjatën tipike të cilën nuk do ta harroj unë, do ta shtoj unë në fund. Jo, unë po e lë bisedën të lirë, po shtoj edhe pak atë pijen, që është pekmesi, edhe ky është i veçantë. Bëhet nga mëni ose mund të përdoren dhe fruta të tjera, pra është i kërkuar, pa harruar pastaj edhe atë mund ta quhet degustimin e verës. Janë 5 kantina, janë dhe afër qytetit të Lushnjës, të cilat dhe ato japin një mundësi shumë të mirë që të vesh të jo vetëm që të pish verë, por edhe të marrësh dhe të qëndrosh tek hotel, të flesh këtu, të shkosh të bësh ture vere degustimi ditore, mund të qëndrosh akoma, për shembull grupet e turistëve të shumt italian që vinë në qytet për të rregulluar dhëmbët në klinikat tuaja dentare, shumë bukur mund të bëjnë këto ture ditore, por ama të organizuara nga një udhërfyes që të di ku t'i çojnë për këto kantinat. Edhe byrekun me preshe kemi të mirë, po me që jemi te byreku, ato mund t'a gjejnë prapë me çela. Dakor. E shikon që nuk ma përmende pjatën tuaj tipike që janë këmbët e bretkosës. Do me thënë, nuk ka vend tjetër më të përshtatshëm për të ngrënë këmbë bretkose se sa në Lushnjë. Unë do të promovoja dhe një vend që i bën shumë të shijshme, këmbët e bretkosës. Këmbët e bretkosës. Pa problem fare, mund t'i thoni emra se këtu nuk jemi në televizion që të na ndalojnë publicitetin. Jemi duke bërë ofertën turistike të qytetit të Lushnjës dhe në fshatin Barbullin. Po, në Barbullin. Në Barbullin të Lushnjës. Dhe thuaj edhe emrin lokalit. Mua nuk kujtohet emri lokalit, por aty është ndalesa ku të gjithë vjen për të shijuar këtë gjë. Edhe unë nuk e mbaj mend emrin e pronarit, por e di lokalin për cilin po thua ti, madje përpara se të shkosh në Barbullin, mirë është të ndalosh edhe në Kashtbar, tek Fatmiri, ku bëhet një, le të themi, një gatim i thjesht i produkteve të zonës, por kryesisht në zgarë, që do të thotë është edhe ajo gjithashtu një ndalesë shumë e mirë. Pra këto janë të gjitha ato që e plotësojnë. Duhem falenderuar dhe patjetër dhe të gjithë aktorët e tjerë që janë dhe lokalet e përditshme. Më ka befasuar për shembull kur kemi pasur aktivitet, hotelet janë plot në qytetin e Lushnjës. E vërtet është. Gjithashtu dhe restorantet janë plot, dhe kjo është nëse ne punojmë të gjithë bashkë, mendoj që të gjithë do dalin të fituar.
Unë do t'i drejtohesha edhe atyre taksigjimit të Lushnjës, do doja që të ktheheshin 1 minutë në muze, të marrin broshurë, të marrin harta, sepse shumë turistë vinë më kërkojnë taksi, po. Dhe duan shofer që t'i shoqërojnë në përpikat kryesore që ka Bashkia e Lushnjës. Nuk është të them vetëm këtu, por mund të jenë edhe jashtë teritorit të Bashkisë, por duke bashkëpunuar të gjithë. Edhe unë kam të njëjtin mendim, jam plotësisht e bindur që në qoftë se ka një koordinim më të mirë të gjitha hallkave, pra duke filluar që nga informacioni, te kjo qendra e vizitorëve që unë do vi do ta ndjek, do ta shikoj, nëse do bëhet dhe kur, duke i çuar pra nëpër muze, duke i shëtitur nëpër qytet, duke i ndaluar tek restorantet e mira të qytetit me kuzhinën lokale. Ndoshta ndalesën e parë vërtet mund ta bëjnë atje tek Metçela për të ngrënë byrek, por pastaj patjetër duhet të bëjnë vizitën e qytetit ose të qëndrojnë në qytet për të vizituar këto atraksione që përmendën jashtë qytetit. Unë të falenderoj shumë për bisedën. Ishte shumë e vlefshme dhe shpresoj që do t'i vlej edhe shikuesve. Faleminderit. Pas një dite të gjatë dhe të lodhshme xhirimesh këtu në Lushnje, të cilat nuk na lan asnjë hapësirë as për të ngrënë, ku mendoni ju se mund ta shuajmë urinë ne këtu në Lushnje? Sigurisht, pas shpinës time e keni shumë të thjeshtë të lexoni që ndalesa e parë e çdo kujt që hyn në Lushnje dhe nuk ka asnjë punë këtu, është pikërisht Villa Metçela me byrekët më të famshëm në Shqipëri. Ja ku jam më në fund, pas një dite të gjatë dhe të lodhshme, se më ka marrë edhe uria, dhe kam përpara byrekun e famshëm të Metçelës, të Villa Metçela. Gjithmonë më ka intriguar kjo histori se si një byrek, pra një produkt ose një ushqim tradicional që është i përhapur në të gjithë Shqipërinë, arriti të bëhet brand në Lushnje. Në fakt jo më kot, sepse prapa kësaj historie qëndron emri i një zonje, ajo është Zana Çela e Vilës Metçela, që me profesionin e saj si punonjëse e punishtes së ëmbëlsirave që në kohën e diktaturës, kishte ëndër të kishte një byrektore të saj. Ëndër që në fakt e realizoi diku në vitet 93 apo 94, kur arriti me shumë sakrifica, me anë të ndihmës së vyer të bashkëshortit të saj Metit, hapën një byrektore. U përpoqën të bëjnë pra këtë bërthamën e vogël të byrekut të famshëm të Lushnjes, që gatuhej qysh në ato kohë, ndërtuan një mini perandori të vogël, ku gjithë familja u punësua gradualisht duke ndihmuar daja, vëllai, xhaxhai, pra familja kontribuonte në konsolidimin e emrit të byrekut për të kthyer në brandin e sotëm. Mendoni pak se çfarë pasioni ose çfarë sakrifice fshihet pas një byreku të thjesht, që në fakt te Villa Metçela ka dhe formën katrore, që ata nuk duan ta ndryshojnë, sepse sigurisht brandi formohet pikërisht kështu, nga ca forma, nga ca shije, byreku me mish, me qep me domate, me gjis, dhe kosi që është i bërë vetë, pra që bëhet, gatuhet këtu në restoran. Një gjë tjetër që mua më bën shumë përshtypje, përveç byrekut, është fakti që Villa Metçela është e vetmja në Shqipëri që arriti t'i ulë shqiptarët në tavolinë për të ngrënë byrekun, që është shumë e rëndësishme sepse ne jemi mësuar gjithë që byrekun e blejmë qoftë në një lokal të vogël, qoftë në dyqan buke, qoftë në një kiosk të thjesht, e marrim me vete dhe e ham, o në këmbë, o në makinë, ose kur kemi kohë. Pra, kryesisht është një produkt që konsumohet në këmbë. Kurse këtu te Villa Metçela duhet të ulesh, të shtrohesh, edhe ta konsumosh mundësisht me kosin e bërë në punishten e lokalit. Një gjë tjetër që më bën shumë përshtypje është fakti që edhe pse ky është një restorant i mirëfillt që gatuan kuzhinën tradicionale të zonës, të gjitha llojet e specialiteteve, të gjitha llojet e ëmbëlsirave,
Jo, prap njerëzit tu vinë se duan të hanë byrek me kos. Pra, të marrësh rrugën Kastile ose të kthesh rrugës për jug, të kthesh në Lushnjë vetëm për të ngrënë një byrek të Metçela, mendoj se ky byreku duhet ta ketë një sekret. Dhe sekreti është emri i zanës, me thënë të drejtën, sepse kjo zonjë e palodhur nuk ka hequr dorë, përkundrazi ka bërë edhe diçka tjetër. E ka nxitur familjen, restorantin, që të hidhet nga brandi byrek në industrinë byrek. Mendoni pak, një produkt kaq i thjeshtë si byreku të kthehet në industri ushqimore. Ajo që në fakt ne do donim që ta bënte çdo kompani e vogël ose çdo biznes i vogël lokal shqiptar, që ta kthej një produkt në një industri ushqimore. Ridimensionimi i brandit byrek do të bëjë që shumë shpejt në përmarkete, në një rrjet të shpërndarë në të gjithë Shqipërinë, ju do të gjeni byrekun e ngrirë të Metçelës, të cilin pastaj mund ta konsumoni në shtëpitë tuaja. Kjo në fakt është një filozofi shumë e bukur marketingu, sepse të ridimensionosh brandin do të thotë që t'i japësh atij dimensione të tjera më të prekshme nga të gjithë konsumatorët. Pra, shumë shpejt do ta gjeni byrekun e Metçelës edhe në marketin e lagjes tuaj. Si një produkt turistik i cili gjendet edhe në biznese të ndryshme turistike, në hotele ose në restorante ku kërkohet ky produkt, ne ju themi faleminderit që na ndoqët në episodin e 8 dhe gëzuar me kosin e bërvet dhe me byrekun e Metçelës.